Ushtarët denoncojnë kushtet e të cilat gjenden forcat e armatosura të Republikës së Shqipërisë, duke filluar nga uniformat e grisura dhe mospagesa e orëve shtesë. Deep Packet Inspection po përgjon lëvizjet e qytetarëve shqiptar në internet, ky duket si hapi i parë drejt censurimit të plotë. Tregtarët e drogës në Angli po përdorin TikTokun për të rekrutuar shpërndarës, duke ju ofruar atyre pagesa të larta. Trump ka paralajmëruar tarifa të larta ndaj naftës ruse nëse Rusia është përgjegjëse për dështimin e arritjes së një armëpushimi në Ukrainë. Zonja dhe zotrinj, përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin informativ, këtu në TV Dheu. Ushtarëve të forcave të armatosura të Shqipërisë u mungojnë uniforma, të cilat nuk shpërndahen prej më shumë se 5 vitesh. Ata janë të detyruar të blejnë me parat e tyre, po ashtu ata përballen me kushtet të papërshtatshme ushqimi dhe abuzime me oraret e punës, pa paga për orët shtesë. Pas denoncimit të mëparshëm nga një oficer i forcave të armatosura, i cili theksonte detyrimin e ushtarakëve për të blerë uniformat me parat e tyre, 2 denoncime të tjera kanë bërritur në redaksin ton duke zbuluar detaje të reja tronditëse mbi gjendjen e ushtrisë shqiptare. Denoncimi i parë, një ushtarak me 16 vite shërbim konfirmon se uniformat nuk shpërndahen prej më shumë se 5 vitesh. Ai hedh akuza të forta ndaj një lëpirësi të Ministrisë së Mbrojtjes, i cili sipas tij ka hapur një dyqan dhe u shet uniforma ushtarakëve. Mëtej, ushtaraku thekson presionin e vazhdueshëm për të mos marrë leje dhe kërcënimin e transferimeve të detyruara nëse ushtarakët ankohen. Kemi mbi 5 vjet që s'marrim uniform, sepse një nga këto lëpirsat e Ministrisë së Mbrojtjes ka hapur dyqan dhe i shet që ne të shkojmë t'i blejmë atje. Plus që leje s'marrim kurrë se të bëjmë presion transferimi sa më larg. Ushtria shqiptare për të ardhur keq vidhet pa hesap, shkruan ushtaraku i revoltuar. Gjithashtu ai denoncon mosmarrjen e lejeve vjetore, ndërsa shton se vendodhja e dyqanit të rrobave ushtarake dihet nga të gjithë ushtarakët. Turp vetëm vjedhin dhe kërkojnë të bëjmë shërbim me uniforma të grisura, përfundon ai. Denoncimi i dytë. Një tjetër ushtarak konfirmon vërtetësinë e denoncimit të parë, por zbulon edhe abuzime të tjera. Ai thekson se ushtarakët detyrohen të punojnë orë shtesë gjatë natës pa u paguar dhe se kushtet e ushqimit në mensa janë të papërshtatshme. Përshëndetje, si ushtarak që jam, e konfirmoj se kjo është e vërtet, por jo vetëm kaq. Abuzohet edhe me orët e punës, as nuk paguhen orët e natës dhe bëjmë shërbim më tepër se ç'duhet. Mensa është me ushqim dhe kushte as pak të përshtatshme. Shkruan ushtaraku. Këto 2 denoncime të reja hedhin dritë mbi situatën e rëndë në forcat armatosura të Shqipërisë, përveç mungesës së pajisjeve bazë si uniformat. Ushtarakët duket se përballen me abuzime të vazhdueshme në lidhje me orarin e punës dhe kushtet e jetesës. Pyetja thelbësore mbetet, kur do të ketë një reagim nga Ministria e Mbrojtjes dhe institucionet përgjegjëse për të ndaluar këtë shpërdorim dhe neglizhencë ndaj atyre që mbrojnë vendin. Qeveria shqiptare dyshohet se po përdor teknologjinë Deep Packet Inspection për të monitoruar dhe bllokuar platforma si TikTok. Ky veprim ka ngritur shqetësime për lirinë e internetit, privatësinë tonë dhe censurën. Së fundmi është përfolur se qeveria shqiptare ka përdorur një pajisje të quajtur Deep Packet Inspection për të kontrolluar dhe ndaluar qasjen e TikTok. Ky veprim ka ngritur shqetësime të mëdha mbi lirinë e internetit dhe të drejtën për privatësi në vend. Çfarë është DPI? DPI është një teknologji e avancuar që lejon monitorimin dhe filtrimin e trafikut në internet në mënyrë të detajuar. Me këtë pajisje, qeveria mund të identifikojë dhe bllokojë platforma specifike si TikTok, VPN-t dhe rrjetet e tjera sociale, monitorojë rrjetin e përdoruesve në internet, duke analizuar në kohë reale të dhënat e tyre, filtrimin dhe censurimin e përmbajtjes duke kufizuar aksesin ndaj informacioneve të caktuara. Rreziqet e përdorimit të DPI, përgjigj masiv. Çdo klikim edhe kërkim në internet mund të analizohet, censur e kontrolluar, platformat sociale mund të bllokohen pa paralajmërim, privatësi e shkelur, komunikimet personale mund të monitorohen, rreziku i abuzimit politik, teknologjia mund të përdoret për të manipuluar informacione dhe për të ndikuar në lirinë e shprehjes. A është ky fillimi i një epoke të re censure në Shqipëri? Nëse DPI është vendosur tashmë në funksion, liria e internetit dhe e fjalës është në rrezik serioz. Ky veprim mund të hapë rrugën për një kontroll edhe më të gjerë të përmbajtjes online dhe të vendosë një precedent të rrezikshëm për të ardhmen e demokracisë digjitale në vend. Megjithatë, as institucionet, as media dhe as opozita nuk kanë ngritur shqetësime mbi këtë çështje. Në Shqipëri, hapja e derës për përgjigje masive dhe censur nuk përbën më lajm, duke bërë situatën edhe më alarmante.
E vetmja mundësi për të ndaluar këtë valë përgjimi dhe censurimi mbeten institucionet e drejtësisë. A do të ketë hetim mbi këtë teknologji, apo Shqipëria po hyn në një epokë të kontrollit total mbi internetin? Alfons Doçi, një ndërtues shqiptar i njohur për të kaluarën e tij kriminale dhe lidhjet me mafjen e ndërtimit në Mikonos, u vra në burgun Korydallos nga një tjetër i burgosur. Dyshohet se vrasja mund të ketë lidhje me denoncimet e tij ndaj grupeve kriminale në Mikonos. Një investigim i publikuar nga media greke Data Journalist ka zbuluar detaje të reja lidhur me mafjen e ndërtimit në ishullin grek Mikonos dhe lidhjet e saj të mundshme me vrasjen e 35 vjeçarit shqiptar Alfons Doçi brenda burgut të Korydallos. Doçi u vra më 26 qershor të vitit të kaluar nga një bashkëkombës i tij gjatë një përleshjeje mes të burgosurve. Sipas raportimeve, Doçi kishte dorëzuar një audio dokument në policinë greke rreth 2 vite më parë, por autoritetet nuk kishin ndërmarrë asnjë veprim hetimor mbi të. Dokumenti në fjalë përmbante një bisedë 5 orëshe mes Doçit dhe një kryekontraktori nga Mikonos, të cilin ai e kishte denoncuar si porositës të vrasjes së një agjenti të njohur të pasurive të paluajtshme në ishull. Biseda ishte regjistruar fshehurazi nga Doçi dhe dyshohet se përmbante informacione të rëndësishme mbi veprimtarinë e grupeve kriminale të lidhura me industrinë e ndërtimit në Mikonos. Dokumenti audio i regjistruar nga Doçi dhe i dorëzuar në qershor të vitit 2023, pas arrestimit të tij në Athinë, u përcoll për përpunim dhe transkriptim tek Drejtoria e Hetimeve Kriminale të Policisë Helenike. Megjithatë, deri më sot nuk dihet fati i këtij materiali dhe nuk është përcjellë te Departamenti i Krimeve kundër jetës, i cili po heton vrasjen e Doçit dhe vrasjen e inxhinierit topograf Papaxhoti Stathis, një tjetër viktimë e mundshme e mafjes së ndërtimit në Mikonos. Në fund të qershorit 2024, Alfons Doçi u vra brenda burgut në Korydallos. Ai ishte i njohur për autoritetet me një të kaluar kriminale të rëndë. Në mars të vitit 2015 kishte vrarë një 53 vjeçar gjatë një grabitjeje në Elefsin dhe ishte përfshirë në disa vepra të tjera kriminale, përfshirë grabitje të dhunshme dhe arratisje nga burgu. Hetimet për vrasjen e tij tregojnë se një konflikt i vogël mes tij dhe një tjetër të burgosuri çoi në një përleshje të dhunshme. Një video e publikuar nga media tregon momentin kur dy të burgosur ju afrohen Doçit dhe filluan ta sulmojnë fizikisht. Njëri prej tyre i goditi disa herë me thik duke i shkaktuar vdekjen. Vrasja e tij ndodhi vetëm një javë para vrasjes së inxhinierit Papaxhoti Stathis në Athinë, një figurë lidhur me industrinë e ndërtimit në Mikonos. Kjo ngjarje nxorri sërish në pa aktivitetet e palishme të mafjes së ndërtimit, një rrjet i dyshuar kriminal që operon në ishullin e njohur turistik. Para vdekjes së tij, Doçi jetonte dhe punonte në Mikonos si ndërtues dhe kishte lidhje të ngushta me një prej kontraktorëve më të fuqishëm të ishullit. Sipas zburimeve, ky kontraktor ishte përfshirë në një rast të vrasjeje të pasbardhur dhe më pas ishte shpallur i pafajshëm. Në nëntor të vitit 2022, marrëdhënia e tyre u prish dhe Doçi bashkë me 2 bashkëkombës të tij e sulmuan fizikisht kontraktorin në zyrën e tij. Gjatë grabitjes, ata arritën të merrnin 30.000 euro, por njëri prej tyre la pas armën e tij duke lejuar kontraktorin të kundërpërgjigjej. Ngjarja çoi në arrestimin e Doçit dhe bashkëpunëtorëve të tij në qershor të vitit 2023. Përveç denoncimeve për mafjen e ndërtimit, Doçi kishte dorëzuar prova mbi ekzistencën e një kontrate vdekjeje ndaj një agjenti të pasurive të paluajtshme në Mikonos. Ky i fundit ishte sulmuar jashtë shtëpisë së tij në vitin 2020 nga një burr i armatosur me shufër hekuri, duke e pësuar dëmtime të rënda. Sipas Doçit, sulmi ishte urdhëruar nga i njëjti kontraktor me të cilin ai kishte bashkëpunuar më parë. Gjatë gjyqit të mars të vitit 2024 në Siros, Doçi përmendi ekzistencën e një regjistrimi të dytë audio, këtë herë të realizuar nga vetë ndërmjetësi i sulmuar. Ky regjistrim mund të përmbante të dhëna të tjera mbi aktivitetet e grupeve kriminale që operojnë në Mikonos. 2 persona janë vënë në akuzë për vrasjen e Doçit, njëri për vrasje dhe tjetri për bashkëpunim të thjeshtë. Njëri prej tyre ishte një shqiptar që ishte arretisur nga burgu me Doçi në vitin 2018. Sipas hetimeve, të burgosurit kishin shuar celularët e tyre para dhe pas vrasjes, duke ngritur dyshime se ekzekutimi i Doçit mund të ketë qenë një akt i planifikuar dhe jo thjesht një përleshje spontane. Këto zhvillime ngren pikpyetje serioze mbi mosveprimin e autoriteteve greke për të hetuar më thellë mafjen e ndërtimit në Mikonos dhe lidhjet e saj me ngjarjet kriminale të viteve të fundit. Bandat shqiptare po përdorin TikTokun për të rekrutuar shpërndarës droge,
duke ofruar mundësi pune me pagesa të larta deri në 6.000 pound në muaj për ata që angazhohen në shpërndarjen e kokainës dhe kanabisit. Ata përdorin kode të fshehta si simbole MOI për të maskuar aktivitetin e palishëm dhe tërheqin individ të rinj në rrjetet e tyre kriminale. Kriminalët shqiptar po shfrytëzojnë platformën TikTok për të rekrutuar individ në rrjetet e tyre të drogës, duke reklamuar mundësi pune që mund të gjenerojnë deri në 100.000 pound në vit për ata që pranojnë të angazhohen si shpërndarës droge. Sipas këtij raporti të fundit nga e përditshmja britanike The Sun, reklamat e publikuara në rrjetet sociale premtojnë pagesa të mëdha deri në 6.000 pound në muaj pa taksa për ata që janë të gatshëm të shpërndajnë kokainë dhe kanabis në rrjetet e organizuara që shtrihen nga Glasgow deri në jug të Anglisë. Një nga rastet e përfshira është ai i shqiptarit me iniciale PO, 32 vjeç, i cili u arrestua pasi u zbulua se drejtonte një fermë kanabisi në Widnes. TikTok po bëhet një mjet i fuqishëm për bandat kriminale, të cilat përdorin këtë platformë për të ofruar punë në shpërndarjen e drogës me pagesa prej 200 pound në ditë, si dhe shpërblime të mëdha për ata që pranojnë të përfshihen në aktivitete të palishme. Disa nga postimet shfaqen simbole si flamuri britanik, Union Jack, duke promovuar shpërndarjen e drogës dhe mundësitë e punës që përfshin makina dhe karburant falas për punonësit. Për të shmangur vëmendjen e autoriteteve, përdoruesit e TikTok shpesh përdorin gjuhë të koduara duke përfshirë emoji si flok bore për të simbolizuar kokainën, si dhe pemë krishtlindjesh dhe bim në vazo si referenca të fshehura. Policia ka paralajmëruar se këto taktika synojnë të tërheqin të rinj dhe individ të pambrojtur në aktivitete kriminale. Gjithashtu bandat shqiptare po përdorin TikTok për të ofruar shpërblime deri në 30.000 pound për informacione që ndihmojnë në eliminimin e rivalëve të tyre. Një tjetër tendencë e vërejtur është krijimi i llogarive të posaçme në TikTok nga këto grupe, të cilat përdorin kode të thjeshta dhe referenca nga artistë shqiptar për të tërhequr ndjekës dhe rekrutuar anëtar të rinj. Donald Trump u shqetësua nga deklaratat e presidentit rus Vladimir Putin, i cili vuri në dyshim besueshmërinë e udhëheqjes Volodymyr Zelenskit. Trump paralajmëroi tarifa të larta ndaj naftës ruse nëse Rusia është përgjegjëse për dështimin e arritjes së një armë pushimi me Ukrainën. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka reaguar ndaj raportimeve se presidenti rus Vladimir Putin ka vënë në pikpyetje besueshmërinë e udhëheqjes së presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelenski. Sipas agjencisë France Press, Putin bëri thirrje të premten për krijimin e një qeverie kalimtare në Ukrainë, e cila mund të çonte në largimin e Zelenskit. Në një intervistë telefonike për NBC News, Trump u shpreh i zemëruar për deklaratat e Putinit, duke theksuar se këto komente nuk po shkojnë në drejtimin e duhur. Ai paralajmëroi se nëse nuk arrihet një marrëveshje për ndalimin e luftës në Ukrainë dhe nëse Rusia do të ishte fetore për këtë dështim, ai do të vendoste tarifa të ashpra ndaj eksporteve ruse të naftës. Nëse nuk mund të bëjmë një marrëveshje për ndalimin e gjakderdhjes dhe Rusia është arsyeja që kjo po ndodh, unë do të vendos tarifa dytësore për naftën ruse. Kjo do të thotë se kushdo që blen naftë nga Rusia nuk do të mund të bëjë biznes në Shtetet e Bashkuara. Do të ketë një tarifë prej 25%, madje deri në 50%, deklaroi Trump, duke shtuar se këto masa do të viheshin brenda një muaji në mungesë të një armë pushimi. Pavarësisht kritikave, Trump tha se ruan një marrëdhënie të mirë me Putinin dhe se pritet një bisedë telefonike mes tyre gjatë javës. Ndërkohë Trump ka njoftuar masa të ngjashme për Venezuelën, duke deklaruar në një postim në Truth Social se tarifat e reja do të vendosen në vendet që blejnë naftë dhe gaz nga ky shtet. Sipas analizave nga Qendra për kërkime mbi energjinë dhe ajrin e pastër, disa nga importuesit kryesor të naftës ruse si Kina, Turqia, Brazili dhe India mund të preken nga këto tarifa nëse Trump ndjek të njëjtin model që ka përdorur me Venezuelën. Gjatë fushatës së tij, Trump e ka bërë përfundimin e luftës në Ukrainë një nga premtimet kryesore të politikës së tij të jashtme. Kjo ka çuar në takime mes zyrtarëve amerikan, ukrainas dhe rus, që në muajt e parë të mandatit të tij të dytë. Javën e kaluar, Rusia dhe Ukraina ranë dakord për një armpushim të pjesshëm, i cili i përfshin sigurimin e lundrimit të lirë në detin e Zi dhe ndalimin e sulmeve ndaj objekteve energjetike të njëra tjetrës. Zonja dhe zotërinj, ka qenë kjo gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë në takofshim.